Shpiket pajisja që lexon mendimet dhe i kthen në fjalë me z. Duhet më parë pëlqimi i personit. Pajisja që kthen mendimet në fjalë. Si funksionon kjo? Një teknologji inovative ndërfaqet truri kompjuter, ka arritur të njohë fjalët që një person mendon dhe t'i shndrojë në të folur, me kusht që personi të ketë dhënë më parë pëlqimin e tij. Në një studim të ri nga Universiteti i Stanford, që duket si skenar shkencor fantastik, studiuesit regjistruan dhe deshifruan zërin e heshtur brenda kokës tonë, mendimet tona, në kohë reale mëtej. Ata trajtuan sisteme me inteligjencë artificiale që arrin të dallojnë me saktësi të menduarit dhe t'i identifikojnë në një mjedis të kontrolluar. Sipas studimeve, këto zbulime po përgatisin terrenin për forma të reja komunikimi për njerëz me paaftësi të mëdha motorike apo me vështirësi në të folur. Në të ardhmen, ideale do të ishte që mendimet e brendshme të shndroheshin në të folur, duke mjaftuar që përdoruesi me mendje të thotë një fjalë çelës e cila aktivizon sistemin. Teknologjia inovative është vetëm një shembull tjetër i pajisjeve BCI. Para atyre sistemeve që lejojnë komunikim të drejt për drejt nga truri me një kompjuter duke anashkaluar rrugët tradicionale fizike të trurit si lëvizja apo zëri. Sensor të zhvilluar në zona specifike të trurit, të cilat janë më parë të implantuara te 4 persona me paralizë të rëndë për shkak të sklerozës laterale amiotrofike ose pas një goditje në tru, shfrytzuar në studim. Studiuesit I kërkuan pjesëmarrësve ose të përpiqeshin të flisnin zëshëm ose thjesht të mendonin disa fjalë, ndërsa në të njëjtën kohë analizoheshin aktivitetet trunore. Për të siguruar privatësinë dhe kontrollin e plotë nga përdoruesi është krijuar një mekanizëm I rëndësishëm sigurie, një kod mental aktivizues. Pajisja mbetet e çaktivizuar derisa përdoruesi të mendojë një fjalë çelës paraprak. Në këtë mënyrë evidentojnë rrjedhjet e mendimeve që ai apo ajo nuk dëshiron t'i ndajë. Studiuesit besojnë se në të ardhmen pajisje të tjera me më shumë sensor dhe modele algoritmike më të avancuara do të arrijnë saktësi dhe natyrshmëri edhe më të madhe në komunikim.